Aksidenti i së shtunës në aksin rrugor Lezhë Milot ku mbetën të vdekur 2 persona pas përplasjes së 2 automjeteve ku shkaktari i ngjarjes rezultoi në gjendje të dehur, ka vënë në lëvizje policinë rrugore, të cilët kanë intensifikuar kontrollet dhe monitorimet në të gjitha akset rrugore të qarkut, duke përdorur teknologjinë më bashkëkohore të kontrollit, përfshirë dronet me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Sipas të dhënave, si rezultati i këtyre veprimeve, 7 drejtues automjetesh janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht për veprën penale, drejtimi i mjeteve në mënyrë të parregull dhe shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu janë vendosur 1420 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 39 për mosvendosjen e rripit të sigurimit, 48 për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 72 për përdorim të celulare gjatë drejtimit të automjetit, 36 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 35 për përdorim të xhamave të errësuar, 205 masa për parakalime të gabuara, 198 për ndalim apo qëndrim të gabuar dhe 658 për tejkalim të shpejtësisë e lejuar. 39 masa administrative për mosdhënie për parësie këmbësorëve dhe 90 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore bën të ditur se kontrollet do të vijojnë me intensitet të lartë të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale të qarkut Lezhë, me fokus respektimin e rregullave të qarkullimit dhe rritjen e sigurisë për të gjithë përdorësit të rrugës. Gjithashtu, ju kërkohet të gjithë drejtuesve të automjeteve që të respektojnë me rigorizitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parakalimet e gabuara, përdorimin e celulare gjatë drejtimit të mjetit, si dhe drejtimin në efektin e alkoolit, në mënyrë që të shmangen ngjarjet rrugore dhe të garantohet siguria për të gjithë.